Gjykata e Elbasanit liroi 16 të arrestuarit të operacionit metalurgjiku duke cilësuar arrestimin të palishëm. Seanca maraton zgjati më shumë se 7 orë për shkak të numrit të madh të personave, por edhe të pranisë së shtetasve të huaj, për të cilët kërkohen përkthyes të licencuar. Prokurori i çështjes ka kërkuar në seancë saktim mase sigurimi, detyrim paraqitje për 15 prej të ndaluarve dhe 1 prej të ndaluarve caktim mase sigurimi, detyrim paraqitje dhe ndalim dalje jashtë shtetit. Gjykata në përfundim të gjykimit vendosi vlerësimin e palishëm të ndalimit në flagrancë dhe me sigurimi personal detyrim paraqitje për 16 personat e ndaluar. Gjithsesi të ndaluarit janë arrestuar në flagrancë, por hetimet vjojnë pasi çështja paraqitet komplekse. Burimet thonë se dosja kërkon matje dhe ekspertime teknike, ndërsa policia ka pretenduar se ka pasur ndotje, ndërkohë inspektoriatet përkatëse kanë depozituar raporte monitorimi, sipas të cilëve nuk rezulton ndotje. Për të njëjtat burimet theksojnë se mbajtja në paraburgim kërkon hetime të plota dhe prova konkrete, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që nëse gjatë hetimeve provohet ndotja, do të kërkohen masa sigurimi më të rënda ndaj personave të proceduar. Kujtojmë se 16 persona, 9 prej cilëve të huaj, përfunduan në pranga pas denoncimeve të banorëve të zonës së Bradasheshit.